أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم جل جلاله e falenderojmë prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat të dërgojmë për familjen e tij të ndershme për shokët e tij fisnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lusmi Allahun Jalla Jalaluhu që adhurimet tona Allahu kabul të najban, mirat dhe begatit e tij na i shton e mos na i pakon. Lusmi Allahun Jalla Jalaluhu që në rrugën e drejtë na udhëzon. Thot Allahu Jalla Jalaluhu në surat Al-A'raf: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال الله جل جلاله O bit e Ademit, ne krijuam për ju petk që ju mbulon vend turpësin tuaj, po ashtu edhe petk zbukurues. Po petku i devotshmërisë është ai më i miri. Këto janë nga argumentet e Allahut, ashtu që ata të përkujtojnë. Vëllezër të nderuar, sot do e shqellojmë një temë e cila ka marrë hovë shumë të keq në mesin tonë, në shoqërinë tonë. Ajo është lakuritësia e tepërt e besimtarit musliman. Prandaj Allahu Jalla Jalaluhu për besimtarët musliman, të cilat kanë moral dhe kanë turp, Allahu Jalla Jalaluhu ju ka dhënë ndërgjegje dhe ju ka dhënë burni që ata të qëndrojnë në suazat, në kufit e Allahu Jalla Jalaluhu. Ai i cili nuk i posedon këto parime, atëherë është prej atyre të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmend me një fjalë që në gjuhën tonë i thuhet dejuzi, ose në gjuhën arabe dejuz. Ai i cili nuk e lejon që në familjen e tij të zbulohet avreti, ai i cili nuk lejon në shtëpinë e tij që të shkelet morali, ai i cili nuk lejon në familjen e tij që të zbulohet ajo e cila e ka ndaluar Allahu Jalla Jalaluhu. Me të vërtet Allahu Jalla Jalaluhu do të jetë nën përkrahjen e atij besimtari musliman. E pejgamberi alayhi salatu wassalam thot nuk hyn në xhenet dejuthi. Kush është dejuthi, vëllezër të dashur? Dejuth është ai i cili e ka rënjos ose e ka fundos xhelozin e tij ndaj turpësisë apo ndaj zbulimit të avretit, duke filluar nga vetvetja e tij e deri te më i vogli i familjes së tij. Prandaj në ditët e sotshme ky fenomen tragjik i cili e ka kap shoqërinë tonë është për tu habitur, sepse gjithë kemi rënë në një gjuna i cili pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka kursnu umetin e vet me këtë gjest dhe me këtë fenomen që themi se shumicën e muslimanëve e ka përfshin. Prandaj
Duhet me pas kujdes besimtari musliman, sepse ndonjëherë duke toleru mëkatin apo gjunahin, fillon gjunohi me u kultivu dhe me u rrit, derisa thojnë ulemat se në sytë e ati i cili nuk e vrenë mëkatin e ti, një ditë do t'i bëhat sikur kodrat e malit. Prandaj vëllezër të dashur, burnia, morali dhe turpi janë parime nga besimi i muslimanit që duhet me e rujt vetën e vetë nga lakurisia. Prandaj në ditët e sotshme jemi duke e pase ashtë rrit lakurisia dhe ashtë bote muslimant normale, gruaja e besimtarit musliman me dal jashtë e zbulume, edhe e veshur mirë po në sytë e ton, ajo nuk është e veshur ashtu siç e lip Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe siç e lip dini Islam. Prandaj çdo kush prej neve duhet me pas kujdes se duke fillu që nga nana e tij, nga se dini Islam nanës i ka dhënë shumë përparësi, mirë po në gjërat të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu ka kërcnu, atëherë duhet me atërheq vërejtën edhe nanës. Nga se nëse nana fillon me bo gjuna në shpi, atëherë fillojnë edhe evladët. Nëse baba fillon me bo gjuna me u lakuritsu, nga se sot shohim shumë prej gjimve tri, nuk janë tri, janë burrat martum. Edhe i shohim në rrugë me brejk shkurta. Vëllezër të dashur, duhet me ditë se ai i cili e zbulon kofshën, do të thotë prej nën gjuna, duhet me ditë se është lakuritsi, duhet me ditë se është gjuna, duhet me ditë se është avret. Dhe se ne e dim se avreti burrit prej ku deri ku është, prej kthizës deri në gjumë. Kurse i gruas është, duhet ta mbuloj krejt trupin, përveç fytyrës edhe durve. Dhe se pejgamberi alayhi salatu wassalam do thot e ka përmend se ai i cili toleron këto gjëra, atëherë e ka përmend me emrin Dejuth, i cili ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se Dejuthi nuk hyn në xhennet, e as nuk e nin erën e xhennetit. E era e xhennetit do të njihet shumë lart. Prandaj gjithë ato baballon, gjithë ato gjemtri, gjithë ato besimtar të cilat nuk e përfillin këtë obligim të Allahu Gjelle Gjelaluhu, duhet me pas parasysh se janë fut në një rrugë apo në një derë që shejtani për çdo ditë vjen dhe ja zbukuron. Nga se duke i përgjasu të tjerët, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush e përgjason një popull, ai është prej tyre. Ky është një kërcënim i keq. Vëllezër të dashur, muslimani duhet me qenë musliman kudo që është. Edhe në vendin e vet, po edhe ku shkojë diku më larg. Nëse një popull e gjen se ato janë gjunaqar, ti vetën tonë duhesh me rujt. Nga se ti e njeh Allahun Gjelle Gjelaluhu, kurse ato nuk e njohin. Nga se ti e njeh sunetin e Muhamedit, e ato nuk e njohin. Nga se ti e njeh moralin e Islamit, e ato nuk e njohin. Prandaj vllai dashur, duhet me pas kujdes mos me pasu të keqen, sepse edhe familjarët, edhe kuqja fare fisnore është një sebeb e cila është ndërprej për punët e qytetarëve. Nga se friksohesh dikun me shku me nejt dhe me ull në shtëpin e dikuj, nga se ven një grua tullet për para, ajo është e zhveshur, s'mujë mi thonë e veshur, nga se i ka zbulu gati gjitha pjesët e trupit. Prandaj edhe kuqa fare fisnore është një sebeb prej qëtin e gjanave. Për ata pleqët e tonë dhe do të thotë që kanë qenë më herët,
e kanë pas një odë, i kanë thonë oda e burrave. Ka se kur ka arë një misafir e ka morë dhe e ka unë në odën e burrave, edhe gruja s'ka shkalit me im rejna përveç se mi a thonë një përshëndetje, edhe mi a pu një kafe me pi. Nga se ikhtilati, burët edhe gratë, sidomos në kohën e sotit, janë bërë shumë të rrezikshëm. Pse? Sepse problemi është këtu, kurse nanat e tona nuk i kemi pas në kështu të zbulume. Nanat e tona ka qenë bulume ashtu si që ka thonë Allahu dhe pejgamberi. As vajzat e tona, e sot gratë ose vajzat e tona në preteksin se dujnë me u modernizu, me u emancipu, e ku e dune qka, kanë ardhë në momentin që ke frikë mi alishu sytë, qoftë ajo edhe ndoshta edhe që e ki mahrem. Ndoshta edhe nëse është halla, apo tezja jote, e ku e dune qka. Pra ndaj vëllezër e dashur, sot problemi ma i madh nuk është të gratë, është problemi ma i madh të na të burrët. Nga se burri e ka hup fjallën dhe e ka hup respektin familje. Për ata dhe gratë e kanë morë dizginën dhe e kanë morë volantin, janë duke na shetit ka janë të dashtë. Duhet me pas kujdes se edhe toleranca ka kufi. Me qenë se pejgamberi a.s. ka urdhëru që gratë kur dalin nga shtëpia duhet me mbulu trupin e tyre dhe nuk duhet me u pa përveç ftyrës dhe durve. Për ata Allahu Jalla Jalaluhu në ajetin të cilin ja ka zbrit Muhammedit a.s. s'pari herë ka urdhëru ata dhe që ka thonë ja ju e nebiju kulli e zvajgjik, o ti pejgamber, thua ju grave tuaja, wa banatike wa nisa il mu'minin, edhe bijave tua edhe grave të besimtarve, yudnina alejhinna min jalabibihinna dhalike adna an yu'rafna fala yu'dhajna wa kana Allahu ghafurur rahima. Thot Allahu Jalla Jalalu, o ti pejgamber, thua ju grave tuaja dhe bijave tua dhe grave të besimtarave, leti vejnë shamit, mbulojat e veta mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ata të njihen se nuk janë rrugaçe. Vëllezër të dashur, ne e dim se kur shkojmë në përvendet e perëndimit shohim se gratë më të zbuluara janë gratë ato të cilat shiten në rrugë. Janë gratë të cilat nuk kanë asnjë vije ndërgjegje, s'kan as pak moral. Dhe mendojnë se lakurisia është përparim, kur s'ka qenë lakurisia përparim. Dhe në kohën e gjahilijetit ne e dim se koha e ignorancës ka qenë ajo e cila është formu me lakurisi. Prandaj duhet me pas kujdes muslimani në moralin e tij, në ndërgjegjen e tij. Muslimani duhet me pas turp, nga se pejgamberi a.s. ka thënë turpi është prej besimit. Dhe ka thonë ai i cili nuk ka turp ban shka të dush, nëse nuk ke turp ban shka të dush, do të thotë se turpi e mban besimtarin musliman. Prandaj Allahu Jalla Jalaluhu në këtë ajet ka dhënë urdhër, ka obligu o vëllezër. Kjo është një farz të cilën na jemi duke e toleru dhe duke e pa me sytë e tonë, mirë po nuk po mujmi me e nalë dhe nuk po mujmi me e tërheq. Prandaj nëse ne nuk mujmi, kush ka me mujt? Nëse ne nuk e nalëmi këtë keqe, kush ka me ndalë? Nëse ne e shohim para syve tonë se ulesh me një burri i cili është i martuar edhe del në kafe me brek shkurta,
edhe ti s'ke guxim mi thonë, o Allah i dashur tu që Allah azza wa jall se kjo që e kjetë e bon është avret. Nuk i mundësimi a thonë që këtë fjallë, atëherë ku ka met imani jonë? Ku ka met besimi jonë? Kur do të nalmi në të keqen? Nëse nuk e nalmi sot. E vallahi për ata në ka ardhe keqen, në ka hi edhe në për shpijet e tona. Për ata në ka ardhe keqen, në ka hi të gratë, të bijat, të motrët, të kretë. E keqe qka? Lakuritësia. Nga se, nuk do me thonë lakuritësi vesh me vesh një tesh, me thonë se une jam vesh. Dhe ne e dim se shumice e darcmave që janë tu bo, sidomos në sezonën e verës, do thot jemi duke u habit se qish ka mundësi një gruaje e muslimonit me dal para burit huj ashtu. Ku që ka dhona drejt? Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Ebu Hurajri thot, di njerëz nuk kanë mendi erën e xhenetit, e as nuk kanë shans me hinë në xhenet. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, do të vini kohë e cila nuk është në kohën time, ato nuk i kam pa. Thot jam disa burra që në dorën e vetë e mbajnë një kamgjik në formin e bishtit të lopës dhe i dhunojnë njerëzit me ato. Dhe i rahin njerëzit me ato, me atë kamgjikin në formën e bishtit të lopës. Edhe ne sot jemi duke i pase, do thot dhunuesit më të mëdhaj, të cilat i mbysin njerëzit duke i ra, me qka? Me kamgjika të gomës, që ne sot i thujmë pendrek. Do thot, për shka ju bojnë pa drejtësi vetëm se, thot se unë jam musliman. Edhe na i kemi pa, do thot se lufta e fundit të cila në ndodhi në Siri, pam se qfar dhunime ju ka ba, do thot regjimi i Bashar al-Asadit, dhe jemi trondit të gjithë. Mirë po pejgamberi a.s. ka folë për që këtë kohë. Edhe e dyta thot, ka me arë një kohë që sot nuk ashtë të ne. Thot, kini me pa gra të veshura, por të gjveshura. Se ajo mendon se unë jam e vesht, edhe a vesh ndoshta ashtu që ka morë menja vetë, mirë po faktikisht ajo është e gjveshur, nga si i shihen pjesë të trupit. Dhe se Aisha radiallahu anha një herë e erë një grua në shtëpi edhe e kishte një fustan të hollë, ju shqip këtë pjesja e trupit. Dhe i tha, ktheu dil nga shtëpia ime dhe veshe një petk e cila të mbulon. Do thot e urdhroj me endru veshjen. E në thot pejgamberi a.s. këto gra që pretendojnë se janë muslimone, edhe ndoshta e veshin shamien në kokë, mirë po thot e kanë formën si në forma e gungave të devës. Forma e gungës së devës, do thot e ngrit piskilin në të rritojmë të naltë. Pse? Të bëhat pak ma moderne. Për ata pejgamberi a.s. ka tregu për këto gra se këto nuk kanë me hinë xhenet e as nuk kanë me ndi erën e xhenetit. Prandaj duhet me pas kujdes vëllezër të dashur, nga se thashë edhe një herë se problemi është e burrët. Nga se burri kur ta shoh me gruan e vet qish ashtu dal prej shtëpisë, ai është i pajtimit ajo me dal në çat mënyrë. Ai është i pajtimit me elan edhe me pa kush doja ata çashtu. E mos folmi për gjanat të cilat sot i kanë në dorë gratë tona, telefonat dhe fotografojnë, kanë dojnë. Shkon ndarësëm të e thirë ndarësëm, me nderu, aja e meri fotografon gratë dhe i meri qëtë në status kujë unë e qka që mi po krejt dunjoja. Kush e ka dhonë atë drejtë? Kush e ka dhonë atë leja, ajo me e morë me fotografu një grujet huje dhe me qinë status? Qëfar krenaria është kjo? Kjo është një të merë e cila neve në ka kom kone sotit, mirë po problemi është e na, e nuk është e gratë. Prandaj duhet me pas kujdes se rruga e cila
është nis, do të thotë nuk na çon dikun tjetër vetëm se na çon ku në zjarr të xhenemit, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe se nëse i pranojmë ne sot se ato janë gabimet e tona, nuk duhet me u vanu pa u pendu te Allahu xhalla xhelaluhu dhe pa ndryshuar gjendjen e popullit ton, duke filluar që nga vetja ajo. Sepse thot Allahu xhalla xhelaluhu inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu nuk e ndryshon gjendjen tonë, gjendjen e një populli, derisa na nuk e ndryshojmë veten tonë. Vëllezër të dashur, asnjë njeri nuk është gabimtar në këtë dunjë, gjithë jemi gabimtar. Mirë, po disa gabime janë të teprume, disa gabime të cilat banë me vetdije dhe ne i shohim dhe nuk i ndalim. Këto gabime janë ato të cilat kanë me na shkatërru ditën e gjykimit. Wallahi kanë mu bon këto gabime që ne pishohmi sot vogla, nesër kanë me na uhudhë në shpinën tonë ditën e gjykimit sa kodrët që jemi duke i pa në mal. Prandaj duhet me pas kujdes, sepse nuk është një gjë e vogël e cila tolerohet, e mos ta jedhnojmë Allahun xhalla xhelaluhu e me na qua Allahu belaja çish ashtu të qua na për dunjë, sepse jemi shumë të dobët dhe nuk kemi mundësi me i duru. Prandaj lusmi Allahun xhalla xhelaluhu që të përmirësohemi që nga vetvetja jonë, përmirësohemi në familjet e tona dhe në shoqërinë tonë, dhe lusmi Allahun xhalla xhelaluhu mos na dënoje për shkak gabimeve tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim.